Raportohet për vdekje të dyshim të një polici në Prishtinë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë, ku një zyrtar policor është gjendur pa shenja jete. Viktima e këtij rasti është polici 47 vjeçar Alban Tolaj. Lajmi është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, të cilët kanë bërë të ditur se dyshohet se polici është vetvrarë. Megjithatë, në përgjigjen e policisë thuhet se po vazhdojnë hetimet për vdekjen e viktimës, duke shqyrtuar të gjitha aspektet për zbulimin e rrethanave të rastit. Rreth orës 14:45 kemi pranuar informatën për një trup të pajet në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes si dhe mjekët emergjent, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës, mashkull 47 vjeçar, zyrtar policor. Mbështetur në informacionet e para nga vendi i ngjarjes, përkundër që ka elemente që sugjerojnë për vetvrasje, policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen dhe me kujdes të shtuar, po shqyrton të gjitha aspektet e rastit për ndriqimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje tragjike, thuhet në njoftimin e policisë.